Ngec reforma administrative në Bashkinë e Vlorës, ndërsa u dorëhoqën dhe u zëvendësuan disa prej drejtorëve të institucioneve të bashkisë, nuk ka ndodhur kështu me administratorët e rajoneve dhe njësive administrative të kësaj bashkie. Kështu ky boshllëk administrativ në një krizë drejtimi nuk është më thjesht teknike, por politike dhe morale. Rasti i administratorëve të njësive administrative dhe kryetarëve të rajoneve në Bashkinë e Vlorës shoqërohet dhe me paradoksin që 3 prej administratorëve të njësive vendore, Kanan Shakaj, Virçe Aliraj dhe Selim Haskoçela, kanë arritur moshën e pensionit dhe zyrtarisht vazhdojnë të mbeten në krye njësive administrative respektive Novosel, Shushicë dhe Orikum. Një nga arsyet e shpallura të reformës lokale është rinovimi i administratës dhe krijimi i një fryme të re në drejtim. Por kështu reforma shndrohet në një farsë, një administratë që ruan me çdo kusht status quo-n, vetëm për të mos marrë vendime, i dërgon kështu qytetarëve një mesazh të qartë. Interesat personale dhe lojrat e brendshme politike janë mbi shërbimin publik. Mungesa e vendimarrjes nuk është thjesht një problem formal. Ajo prodhon pasoja të prekshme për qytetarët. Banorët e Vlorës përballen çdo ditë me mungesë informacioni, shërbime të vonuara, zyrtar që nuk janë as të pranishëm, as të përgjegjshëm. Në një kohë kur qyteti ka nevojë për energji të reja për të menaxhuar sfidat urbane, mjedisore dhe turistike, bashkia duket se është kapur peng. Kjo situatë nuk është më një gabim teknik, por shkelja e hapur e përgjegjësisë institucionale. Çka tregon se nuk respekton qytetarët dhe nuk sheh datën si shërbim publik, por si një skenë personale për pazare dhe zvarritje. Vlora mbetet kështu pa drejtim e një pushtet lokal që ka zgjedhur të mbajë qytetin peng të paqartësisë dhe të vetkënaqësisë së tij.